حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فالنderojmë të madhin Allah. Ati mbështetemi, ati drejtohemi, ati e lusim, të ka i shpresojmë, vetëm ati i orientohem, drejt a i shkojmë, knatësinë e ti e synojmë. Dëshmojmë se është Zoti në qiell dhe Zoti në tokë. Është Zoti i gjithësisë, ndërsa krijesat tjera janë nën pushtetin e tij, nën kontrollin e tij, nën mulkin e tij, nën dërgjimin e tij, nën vëzhgimin e tij, nën shikimin e tij etj. Hamdi koft Allahut. Hamd, falënderim për çdo të mirë me të cilën ai na ka pajisur. Dhe lusim atë me na i rujt këto të mira që na i ka dhënë dhe me na i shtu e Zoti jon Kabal te bareke ve taala. Pastaj bim salavat dhe selam bi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe mbi shokët e tij edhe mbi të gjithë ata që kanë ndjekur e pasuar rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër dhe motra musliman kudo që jeni, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në emisionin e 41 të radhës të pyetjeve dhe të përgjigjeve të juaja nëpërmjet Facebookut dhe krenarisë. Shkojmë te pyetja e parë. Duke mbështetur të madhit Allah dhe duke kërkuar prej tij ndihmë, themi: Assalamu alaikum hoxhë nderuar, lemrohna nga Gjermania, kam një pyetje, kam një problem shumë të madh. Kam bën namaz një vit, por e kam lanë, nuk di as vetë çka bë me mua. Kam shumë arak të bëj namaz, po nuk po di ç'a më bë, lutem nëse ke mundësi me më ndihmu. Selam aleikum. Allahu të dhëzoft, Allahu të drejtoft, Allahu të mëshiroft nga ajo rrugë që ke deviju, nga ajo gremin, nga ai pruj madh, të nxirrt me rahmetin e mëshirën e tij, për ndryshe të kara në gremin, kërshit keq, me fal njeriu namaz, e pastaj me la namazin, me çfarë logjike e bën muslimani këtë? Me çfarë logjike? Qysh arsyeton atë se jam fal e nuk di pse kom lan? Pse nuk e la bukën? Pse nuk e la gjumin? Pse nuk e la punën? Pse nuk e la punë të mira të dunjas? Por shkove bash të ahiretit. Pse? E pastaj po thu se shumë kam merak. Ja, nuk i merak me bo namaz. S'është e vërtet. Ti ke shkru me gishta, edhe po thu me goj, por me zemër nuk është e vërtet që ki merak. Se vallahi me pas merak, nuk e kështë la namazin. Edhe me pas merak, e kështë fal namazin. Edhe e kështë njës më fal. Para se me shkru këtë pyetje, e shë pëndu të zotësh. La ilaha illallah. A nuk tutesh që ta vullos zotë zemrën, Allahu na ruajt. A nuk ke frikë. Kur dikush tap një të mirë, çfarë dush, ndash të mirë materiale, ndash ndonjë pozitë, ndash ta bën ndonjë nder të madh. Dikush, për njerëzve. E pastaj ti e kesh përdor atë. Dhe pas një kohë i bie pishmani që ke kesh përdor. Dhe nuk e ke falenderuar pronarin që ta ka dhënë atë mirë. Tash don mja lyp pa pet me ta dhënë. Mirë, a ka mundësi ai më nervozu dhe më hidhru dhe më prek në ty? E mos me ta dhënë atë mirë prap. A ka mundësi? Po ka mundësi.
Sepse e thot tak më dha një herë. E ke kesh përdor mirësinë tem, ndaj teje kryja punë. Po më me thonë Zoti kështu. Të ka dhënë Allahu dhurat namazin. Po a ka dhurat më të madhe se sa namazi për muslimanin? Wallahi që ma dy janë. E që ka krijuar tokën dhe qiejt. Dhe këtë gjithësi nuk di, as nuk gjej kun librin e Zotit, e as në sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka diçka më të madhe se sa namazi, dhurat më të madhe prej Zotit se sa namazi. Dhe për me qmue këtë namaz ka të shumë, Allahu i madhruar nuk ja zbriti robit ti në tokë në përmjet me lekot e Gjebrail, që shpja zbriti dhuratën e agjerimit dhuratën e madhe, dhuratën e haqit, e zeqatit, dhe farz e tjera, ibadet e tjera, dispozita tjera të dinit Allahut, por eftoj të dashurën e vetë lartë, mësafir në qilë, e afrej afer vetës, e pastaj i adhuroj namazin, dhuratë dhe hedije, dhe i tha kjo është për ty dhe për umetin të nderin kiamet. Dhuratë e madhe prej Zotit. Për atë arsye krejt muslimant marrë vlla që 1400 vjetë, ulemaja e tyne, djetarët e tyre, prisat e tyre, të mëdhej dhe të vogël, krejt ata që i bin Zotit, nëse e din Zotin hak, janë ujdi konsenzus të pajtimit se nuk ka diçka ndonjë dhurat prej Zotit më të madhe se sa namazi. E ta që të dhurat madhe të Zotit me anashkalu, la ilaha illallah. Pëndohu të Allah para se me të nëzanë vdekja o i ndërum. E biri Allahut në sejdë shumë e mënohu me kajt, e kërko të Zoti falje, nashtaj madhe i Allah të pranon, nashtaj madhe i Allah të hap derën, e ta qelë zemrën, e të fut në mëshiren e vetë e nuk e len më namazin. Të ti Allah se me të nëzanë vdekja pa namaz, ato namazet që i ke falë më heret, s'ke kur gjë prej tyre, edhe është vdekje shumë e randë dhe shumë e keqe. Namazin me falë, fali farzet deri sa të adaptohet trupi, të mësohet psikologjia, zemra dhe trupi, me falë 5 kohë namaz. E pastaj filla gradualisht dal nga dal, me ja bashkangjit edhe sunetet e ditës, namazeve ditës, që i thimin e sunetet forta muakkede, e japja Zotit besën se më nuk kemi lanë deri në vdekje. Allah mos na marrë shpirtin pa namaz, ja Rabbel Alemin, la ilaha illallah. Shkojmë të pyetja e radhës, nëse vdes burri, e gruaja jetë shtatëzan, a i lejohet me lanë fëmin të familja burrit dhe me u martue me tjetër. Po, lejohet gruaja me lanë fëmijën pasi të lindë dhe me u martue me tjetërin, ose thët, nëse fëmija i ka 2 vjet e burri vdes, a i lejohet me lanë fëmin të familja burri dhe me martu me një burr tjetër. Dhe nëse ajo gru e len fëmijën të familja burrit, por atëherë që shka me u bashku ajo në heret, kurse fëmija është i burrit parë. Tani qka në kofti burrit parë? Tani qka? Gruja ka të drejt me Koran dhe me sunnet, ka të drejt me shariat madhët Allah, pasi t'i vdes burri dhe ta kaloj, ta pres idetin e saj, 4 muaj e 10 dit. Walladhina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10.
4 muaj e 10 ditë I deti kohëpritja e gruas nga ajo ditë që I ka vdekë burri I saj. Para kësaj kohe, apo gjatë kësaj kohe, gjatë kësaj periudhe, e ka haram në mënyrë të prerë me u martu me dikend, dhe ajo nuk quhet martesë. Allahu na rujt për lidhje jashtë martesore, edhe nëse pranon ma je me dëshirë apo prindi saj dhe familja saj. Nuk ka martesë gjatë kësaj periudhe, me momentin që I kalon kjo periudhë 4 mujore e 10 ditëshe, 10 ditore apo 10 ditëshe, gruaja fiton të drejtën me u martue me ndonjë burr tjetër. Është e lirë, e çështja e fëmijëve është në veti, kjo martesa e sajna është në veti. Ajo tashmë ndasht fëmijët I merr me veti, nëse ai burri I dytë I sajna tashmë pajton e që do të ishte shumë më mirë edhe për gruan, sepse më nda prej fëmijëve si me nda në zemrën në 2 pjesë, po edhe për burra tje, sepse edhe I bëhet më rahat kur gruaja e tina është e qetë dhe nuk e ka zemrën e thyne, po nanën tjetër edhe për nga sevapi, për kujdeset për ata jetim, e që e fiton epitetin, apo shkallën, apo gradën e mbikëqyrësit, apo kujdestarit të jetimit, e që është prej sevapeve shumë të mëdha të I madhi Allah për të përkujdesur për jetima. Edhe bëhet me gru, po edhe në tonë I këqyr jetimat, edhe sevap këndej, edhe sevap anej. Plus nanën nuk e ka da prej fëmijut, edhe kjo sevap ana e tretë të sevapit. Edhe sevap në të naut, elhamdulillah, prej të madhit Allah. Por, nëse burri I dytë ja kushtëzon gruas se nuk të marrë me fëmijë, apo gruaja vet I lën fëmijët të prindrit e fëmijut, të gjyshrit e fëmijut, të migjellarët e fëmijut, apo të prindët e vet, edhe në këtë formë, edhe në këtë rast, edhe në këtë mënyrë, prapse prap, gruas nuk I ndalohet me u martu me burr tjetër. Se do të qëtijet me këndën që shkojnë fëmija, që rrinë fëmija, ajo grua, gjithësisht ajo nanë e fëmijëve, ka të drejtë me I pa fëmijën e saj, dhe është e pa drejtë zullum me I thana asaj gruas ta kakojt me u martu edhe tashmë nuk ke me I pa fëmijët, la ilaha illallah, Zoti mos e dhasht me I thana ashtu asaj gruaje, sepse ajo është në rrugt Zotit, ajo ka vepruar sipas ligjit Zotit, ja ka leju Zoti kur far ligji shkel nuk ka. Ne do të punojmë sipas rregullave të shariatit të madhit Allah në jetën tonë. Duhet punojmë sipas rregullave të shariatit të madhit Allah në jetën tonë të përditshme. Këto janë ligjet Zotit. Gruaja ka të drejtë me u martu. Fëmija nuk ndahen nga nana, nëse ndahen me trup, nuk ndahen nga nana për me u taku, për me fol me të, me nejt me të, e kështu me radhë. E pas ta në gjenet, që të ka rrugë të gollja gjenetit, që qysh bashkohet me të, e pëse s'bashkohet me të, që ka problem atje? Pa I ka qenë fëmijë I sajna, a në qka që me burë tjetër, me burën veti, fëmija në veti, la ilaha illallah, ka mundësi gruaja 2 burra në rënë, 3 burra në rënë, 4 burra në rënë, do shtë edhe ma shumë, dënja është të gjatë, pësa s'ka ndodhë gjatë historisë njerëzimit, me pas një grua 3-4 burra, kështu I prind fatit në ratës, nuk është pyetje se ajo, pa dënë minë rrumë me dëshirë, Allahu na ruajt me akuzuatën moral, por, ose I vdesi pari, I vdesi dyti, I vdesi treti, I vdesi katërti, dhe ranë martohet me burra tjerë, sa dush ka ndodhë rastet e tilla, veçantina për luftrat të ndryshme, ose gratë sahabëve ka ndodhë, po pra lufta han mashkuj, ose një I vdese, një lëshane, dhe mërë tjetërën, ndashta tjetër e lëshane, tjetër I vdese, edhe në rënë 3-4 burra, se dhe që tjetë, me 3-4 burrat, me të tanë, ka 2-3 fëmijë, ma shumë për më pak, kjo është nanë e tyne, dhe takohet me ta në xhenet, qysh nuk takohet me ta në xhenet, la ilaha illallah. Mirë, vazhdon kjo pyetje edhe me tej, sepse kjo e ka bërë një pyetje të madhe, pastaj disa në pyetjen te, kjo apo kjo motër, s'është më rëndësi. Thot ajo grua, e cila ka qenë me burrën e parë, pastaj martu me burrën e dytë. Dhe në heret e gruaja me cilin burr ka me bashku po, me burrën e para, me burrën e dytë. A dhe ka bërë një pyetje pastaj jo të mirë në fund, sepse thot, a nuk I vjen kjo se me bë zina aja. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Qysh me bëz zina? Qysh me bëz zina në tokë të Zotit? Gruaja martuar me shariat, o martu me kuror sahih vërtet, të shëndosh, i ka lënë fëmin, nuk më i majnë në fëmin, sepse do më martu. Pasha Zotin nuk ka gjuna, halal ka, la ilaha illallah, halal ka. E me cilën burr pastaj gruaja është në botën tjetër në xhennet, Allahu na boft prej xhenetlive, ja Rabbel Alamin, o Zoti jam, sa mirë me kanë prej xhenetlive. Sa mirë është me kanë prej xhenetlive, o Zot bëna prej xhenetlive, ja Rabbi. Ja Allah, ja Hayyu, ja Qayyum, ja Dhal Jalali wal Ikram, bëna prej xhenetlive, ja Rabbi. Mund dhe krejta që në ngojnë e në shikojnë, ja Rabbel Alamin, o Zot. Bëna i haram gjehnamin, ja Rabbel Alamin. La ilaha illallah, me cilën burr është gruaja në xhennet nëse është martuar me më shumë se sa një burr. Në këtë mesele, ulemaja kanë folë pak si ma gjatë, shumë për thjeshtësaj, i kanë dhanë 3 mendime. Një mendim thotë se gruaja është me atë i cili është më i mirë në moral, në ahlak. Gruaja është me atë i cili është më i mirë në moral, në ahlak. Pra, ka 2-3 burra, por çata që ka më ahlak le më të mirën është me të. Është një hadith e pejgamberit që transmetohet, që është pyet pejgamberi se me cilën burr do të jetë gruaja nëse është martuar më shumë se një herë, dhe ka thënë me atë që është më i mirë në ahlakën moral, por ulemaja kanë thënë se ky hadith është i dobët. Mendimi i dytë është se gruaja zgjidhet, japet mundësia me zgjedh me cilin burr po don me kanë në ahiret. Edhe se pas mendimit tim, unë pushan shumë që kjo mendim. Pse mos me dhënë drejt asaj me zgjedh? Përderisa aja pat mundësi me zgjedh këtë dunia, pse mos ketë mundësi me zgjedh në ahiret? Pat mundësi e kon fjalën, ka 2-3 oferta, 10 oferta, 20 oferta, zgjedh filanin. Apo thuj ndashtëryshe, nëse në këtë dunia i ka 2-3-4 burra dhe para se me vdek, pyetet me cilën do të kishte pas qef me jetue, apo me cilën ke jetu më si miri, i ke qenë më kënaqura, edhe ki që më taku me të në xhenet, e cik të parin, atë dytin, atë tretin. E pse mës me pas këtë të drejta jenë ahiret? Pse? Unë flenë në zemër që këmë ndim se asaj e jipet e drejt me zgjidh cilën da. Është një mendim tjetër se gruaja në xhenet është me burrin e fundit. Është me burrin e fundit. Edhe këtë ka një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa e gruaja e cila i vdes burri dhe martohet pas tina, është me burrin e fundit. Rreth këtij hadithi kanë fol e Imam Albani, Allahu pas mëshiruar, këtë hadith e ka bërë vërtet. Ndoshta kjo argument e forcon mendimin e tretë. Se do të jetë Allahu Teala alem, Zoti din më së miri, pra i kanë dhënë ulemaja këto 3 mendime, ose është me atë që është më i mirë në moral, ose është me atë që cilën don vetë e zgjedh, ose është me burr të fundit. Shkojmë te pyetja radhës, selam aleikum, por më rëndësisht me hyrë në xhenet, la ilaha illallah, selam aleikum. Ku duhet ta mbajmë shikimin kur jemi në ruku? Kur jemi në ruku, shikimin e mbajna të shputat të këmbëve, deri tek vendi ku qesëm kryt në sejdë. Që të hapësirë, sa i bie ajo? I bie pak, sepse kur ta kthesh kokën nuk më kros në ruku, ai gati që sytë tu të bin drejt, po është ku kemi qitë kryt në sejdë. Deri të kam që të pjesë që të nuk e marrë shikimin. Si duhet të fillohet rekati i tretë në namazin e vitrit, nëse falemi me 3 rekate dhe japim selam në rekatën e dytë dhe ngritemi për të falë edhe 1 rekat. Gjithmonë kur është 1 rekat, rekati është rekati i parë vetëm,
kur të fillohet recitati I parë, fillohet me subhanak Allahumma bihamdike wa tabarak ismuke wa ta'ala jadduke wa la ilaha ghayruke. Natërisht mas Allahu Akbar, por kjo sunet është. Kjo sunet është. Shkojmë të pyetja radhës. Isha në xhamat muaj të shahit të Ramazanit dhe hoxha jep ke ligjërata dhe tha se nëse nuk e falë sabahin dhe drekën nuk ke që ka lyp në namaz të natës. Desha ta di këtë përgjigje. Pa në dëpë sa kështë ka thona? Hoxha ka thonë nuk ke që ka lyp, ka për qëllim. A dy shukje nuk ke që ka lyp. Sikurse, të shëpru një shembull, sikurse nuk vjen me të pa dikush, ki nevoj, nuk vjen, të mërmalli, prap nuk vjen, tonë vinaj nuk vjen, dikur ndodhi ndo një rast, darsëm, vdekje, ku diju në dhe erë. E ti thue në fjallorin tonë, ja, në vdeksha s'ki qa vjen, të s'ki për qëllim, me thati mësë më hajde, namaz gjenazës. S'ke për qëllim, me thonë. Por ke për qëllim, me thonë se po, unë për ty kam pas nevoj ma shumë, unë kam desht me të pa këtu, shumë herë kam desht me të pa. Pra, s'ke që ka falë namazin e natës, është fjalla namazit ditës, është ma më rëndësi para se me shku të namazin natës. Për ndryshe kërkush, nuk thot ty më zgaba me shku në gjami se hinë gjuna, ka thonë dikusha, më zgaba me falë namazin natës se o haram, ka thonë dikusha. Më zgabë me falë namazin natës s'ke se sevap, ka thonë dikusha, veç shkurja në gjami, ka sevap, veç me ngu Koran, imamin ka sevap, la ilaha illallah. Pra, qëllimi është se ku nuk I falë 5 kohët namaz, nuk më në lanë t'i borqin e namazeve me namaz natë. Kryja e punë. Wallahi, prej kohës iftarit, e deri del koha imsakut në sefer, tanë kohën, me falë namaz natë, dhe 100 recate, 200, e mës të harrojmë se ka pas për ulemave të vjetër, prej djetarëve, njerëzve të devotshëm të vjetër, që kur lexon për biografi të tyre gjenë se kanë falë ka 100, 200, 300, 400 recate namaz rana natë. 400 sejde kanë ba, 300 sejde, 500 sejde. Pra, edhe qatë namaz me falë të natën, nëse nuk I falë 5 kohët namaz, që janë 17 recate, 17 recate farz, nuk ti mblojnë ato këto, thuj ndash në ryshe, ti pëthonë Ramazan këto, mirë me të pyet dikush. Mos me agjeru Ramazanin, po tanë vitin pa agjeran na file. A në regull kjo punë? Ti që e thu tjerëve, ti që nuk falesh para agjeran, me të pyet dikush, thot Ramazan nuk po I me agjeru sepse kam qëllu në punë, pëshimin s'po merpin, ose kam punën e rand, ose kam biznes shumë këtë kosht, kohë e biznisit për mu, nuk më jela, ose vape madhe pasha zotin zarë. Po mirë po kam me agjeru tanë vitë, që I thuti? Përgjigjo. A I thua një? Nëse thua ati janë, atëherë pra të falë natën. Edhe ty të krymë punë namazin natës sa dush. Mase ati I krymë punë 11 muj me agjeru eshtë Ramazanit, na file. A nëse I thua ati na jo, valla, jo, se Zoti ka ditë me thonë e gjërën kur dënë, pa I ka thonë mund Ramazan, njëtën gjevap, njëtën përgjigje pja dhe vetës tane, la ilaha illallah. Se dhja kuptova ja. Jam nga Gjermania, për këtë arsye kërkoj falë nëse kam gabime në këtë mesaj sepse kam lindur këto. E kam një pyetje për namazin e natës, kam shumë qef dhe vullnet me falë namaz të natës, se ndjehna shumë ma mirë dhe s'kam probleme muqu natën për me falë. Elhamdulillah për më falë. Por problemi këto është se unë kam dëshirë me nëzan pjesën e 3 të natës, por nuk di qysh min da, kam shiku dhe kam kërku shumë herë në internet dhe faqe islamike.
Allahu në xhenet qoftë, elhamdulillah që ke dëshirë me fal namaz natës. Allah e trujt. E qysh me ndona më pjesën e tretë natës e punë vogël që të kallëzoj tashon edhe më sa harrat dhe këtë herë të vdes. Më sa harra se ki let. Mas pare kur do që fal namaz natë, puna është mirë shumë. Kur do që fal. Pjesën e parë, pjesën e dytë, pjesën e tretë. Pjesa e parë, mas akşamit. Nata fillon me perëndim të diellit. Nata përfundon me imsak. Kur hin kohë, kur del imsaku, që kalon si fyri, çati përfundoi. Tazami në ora 6 është akşami. A themi në 6 akşami po. Në sa hin sabahu nesra imsaki sa përfundon, tazami përfundon 5 sabah. Pra, prej 6 deri në 5 është natë. Këto fillimi, atje fundi. Kur dush me fal namaz natë është mirë. Edhe mas akşamit deri në yatsi me fal, krejt në rregulla, po shumë e kam praktiku këtë. Po edhe mas yatsis me një herë me fal, prap në rregulla, po edhe para se më ra me fjet, prap në rregulla, elhamdulillah. Por pak më sevap e më mirë është pjesën e tretë. Tash qysh me nda pjesën e tretë. Merre orën qëre kur po përëndon dielli, thash ta zam në ora 6. Kur po hin kohë sabahit në ora 5. Në ora 6 në ora 5 sabojnë 11 orë natë, apo 11 orë natë. 11 orë natë i ndonë në 3 pjesë. Natën e ndonë në 3 pjesë. Edhe pjesa e parë e natës i bie 11 që me ndonë me 3 i bin ka 3 orë gjysë dikon. Pra pjesa e parë e natës, nëse në 6 akşami, del ka ora 9 gjysë. Në 10. Pjesa e dytë e natës ka në ora 1 gjysë. Pjesa tretë e natës ka në ora 2, pak para 2, deri në ora 5, ku edhe përfundon. Kjo është ndarja natës, kjo është pjesa tretë e natës, që është mas sevap me fal, dhe që ka ndarë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për me ditë më ndryshën tash me një shprehje tjetër apo me një metodë tjetër, koha kur hajna sefer, çka qërem sakun, dhe që gjithmonë gjithësore një orë para imsakut. Edhe fal namaz. Ko të sefyrit, kur hajna sefyr, po të kisha gjiru qatë ditë, kur që hojë sefyr, që këshyrim sakun, në ora 5 imsaku, sabajnë e falim në ora 6, 5:20, falim sakun në ora 5, të mirë, bënë e mërë më që në gjysë 5 në 4, dhe të mërë shabdes, falet gjithësore një orë, deri në 5 e përfëndon pak para 5-ve. Kaqë. Allahu na bë për atyre që falen namaz natë, ja Rabbel Alemin, e arrin shkallën, gradën e të devotshmeve, Rabbet sinqert të Allahu të madhruar, Zotë din më së mirë, Allahu ju rujt. Juve dhe neve arrujt pasurin, arrujt shëndetin, arrujt imanin, dinin, të mirat të dënjas dhe adhash të mirat të ahiretit. Wallahu alem, Zotë din më së mirë, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë.